Po thot, si është përgjigja ndaj atyre që thonë se lejohet falemi në xhami me varre dhe argumentohen me varrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Varri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka thënë ai me shpallje dhe i ka thonë që janë pjesë e fesë. Pastaj feja është plotësuar, ka thënë Allahu subhanahu wa taala el-yawma akmaltu lakum dinakum, do të thonë sot ju plotësova fen. Dhe kanë thënë sahabët, ajo që deri në atë ditë ka qenë fe, ajo është fe. Ajo që s'ka qenë fe në atë ditë nuk bëhet asnjëherë fe. Prandaj ne argumentojmë me fjalët e Allahut dhe argumentojmë me fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe ka ndaluar rreptësisht dhe ka paralajmëruar me paralajmërime të rënda për futjen e varreve në xhami ose për ndërtimin e xhamive mbi varre ose gjithashtu për faljen e namazit në drejtim të varreve ose në varre. Do të thonë gjitha këto forma janë në hadithe të ndryshme. Pra ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe në ditët e fundit para vdekjes së tij, la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Do të thonë Allahu i mallkoft jehudit dhe krishterët, ata i bën varret e pejgamberëve të tyre ose varret e pejgamberëve dhe njerëzve të mirë të tyre i kanë bërë faltore. Do thotë me këtë e ka paralajmëruar umetin e tij që mos e bëjnë veprën e njëjtë siç e kanë bërë çifutët dhe të krishterët. Dhe prezenca e varrit në xhami është dhe falja në drejtim të varrit ose te varret ose në xhami që në cilin ka varr, do të thënë falja e namazit në to është rrugë për në shirk. Edhe është prej rrugëve më të rrezikshme. Dhe shirku në njerëzim, te njerëzimi ka filluar me ngritjen e njerëzve të mirë mbi pozitën që e kanë. Do të thënë duke kryer adhurime afër varreve të tyre. Kështu ka filluar pra shirku në te njerëzimin përgjithësi, pastaj ka ardhur pejgamberi i parë Nuhi alayhi salatu wassalam. Kështu që kjo është e qartë, nuk lejohet namazi në atë xhami në cilin ka varr, dhe nëse xhamia është e ndërtuar mbi varr, do të thonë xhamia është e paligjshme dhe ajo duhet të largohet. Nëse ka qenë xhamia e pastër, pastaj është futur varri në të, atëherë do të thonë se varri është i paligjshëm dhe duhet të largohet nga xhamia. Kurse në të gjitha rastet namazi në atë xhami nuk është i lejuar derisa nuk rregullohet kjo çështje. Kjo është e qartë dhe argumentet janë nga fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por çka të bëjmë me xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka ndërtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë kur ka qenë gjallë, nuk ka ekzistuar varr. Ai e ka ndërtuar. Do të thënë xhamia nuk është ndërtuar mbi varr. Dhe kjo një, e dyta, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është varrosur jashtë xhamisë. Do të thënë nuk është varrosur në xhami, si janë rastet tjera për cilat po flasim që janë të ndaluara. Pra xhamia nuk është ndërtuar mbi varr, sepse atë ka ndërtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë gjallë, dhe kur ka vdekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është varrosur jashtë xhamisë. Nuk është varrosur në xhami. Kështu që në asnjërin aspekt xhamia nuk është, nuk e ka këtë pengesën e varrit. Por xhamia është zgjeruar. E kanë zgjeruar pasi kanë vdekur, do të thënë e ka zgjeruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka zgjeruar Omeri, edhe ka zgjeruar Uthmani radhiyallahu anhum ajma'in. Të gjithë e kanë zgjeruar në tri anë të tjera, do të thënë dhe jo në anën e varrit, në anën lindore të xhamisë. Pra nuk e kanë futur varrin në xhami askush prej sahabeve. Por në kohën kur kanë shkuar shumica e sahabeve dhe kanë ngelur vetëm një numër i vogël i sahabeve dhe prej më të rive, më të vegjëlve prej sahabeve, atëherë pushtetarët e asaj kohe, në kohën e Abdul Malik ibn Marwan ose kush ka qenë të saktësisht,
e kanë zgjeruar xhamin edhe një herë dhe për herë të parë e kanë zgjeruar në anën lindore ku e kanë futur dhomën e Aishës radhiyallahu anha brenda xhamisë. Edhe këtë, pra megjithse shumica e sahabeve nuk kanë qenë të pranishëm, kanë qenë vetëm një numër i vogël i sahabeve më të vegjël, këta sahabe e kanë kundërshtuar këtë vepër. Edhe dietar prej tabinëve kanë kundërshtuar, por njerëzit kanë menduar se nuk është nuk ka dëm në këtë dhe i kanë futur, dhomën e Aishës, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është varrosur në dhomën e Aishës radhiyallahu anha dhe kur ka qenë gjallë ka thënë se secili pejgamber vdes aty ku do Allahu që të jetë i varrosur ai pejgamber. Allahu e zgjedh vendin ku do të varroset ai pejgamber dhe aty ja dërgon vdekjen atij. Dhe kjo ka qenë padyshim mbrojtje e tauhidit gjithashtu. E kundërta e kësaj që pretendojnë këta njerëz se varri është në xhami, pra nëse kishte qenë varri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si thon disa dietarë, prej asaj që shihet prej devijimit njerëzve në këtë kohë, nëse kishte qenë varri i tij diku në larg xhamisë, do të ishte braktisur xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe do ta kishin bërë varrin si vend më qendror. Dhe kjo është pikërisht ajo për cilën është lutur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë Allahumma la taj'al qabri 'idan. O Allah, mos e bëj varrin tim vend të tubimit ose të vizitës fetare, do thotë. Dhe gjithashtu ka thënë Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Do të thonë mos e bëj varrin tim idhull që do të adhurohet. Tani ta shohim gjendjen e varrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë i varrosur në dhomën e Aishës radhiyallahu anha. Dhe ajo dhomë ka pasur 4 mure, kuptohet, po ka pasur edhe derë dhe ndoshta edhe dritare. Më vonë këto mure i kanë rindërtuar dhe i kanë mbyllur. Do të thonë nuk kanë lënë derë dhe dritare. Është mbyllur krejtësisht varri. Pastaj më vonë dikush prej halifeve e ka pa se tani forma e varrit të përkujton formën e Qabes. Dhe për këtë shkak ka ndërtuar një mur tjetër rreth varrit, që është me 5 anë, do të thonë është si formë katrori, mirë po njëra anë është ana që është mbrapa kibles. Do të thonë që nëse qëndron aty njeriu e ka dhe drejtohet në drejtim të kibles, e ka varrin përpara. Kjo anë është me mure, do të thonë të pirta në formë trekëndshi. Do të thonë kurse ato tjerat përpara janë me formë të drejta të këndeve. Edhe kjo është pa derë dhe pa dritare. Ky mur dhe është i mbuluar me një lloj çatije ose tavan, do të thonë. Kështu që edhe ky është muri i dytë që e largon varrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga shikimi i njerëzve. Pastaj më vonë në pushtetin e Memalikëve kanë bërë edhe një mur tjetër, i cili është tani muri të cilin e sheh njeriu kur shkon në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nga kjo do thotë është përmbushur lutja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që mos bëhet varri i tij idhull që do të adhurohet. Do të thonë askush nuk ka mundësi të arrijë deri te varri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është një herë me murin e parë, pastaj murin tjetër në formë, do të thënë të pa rregull, që mos jetë si forma e Qabes. Pastaj është muri i tretë. Dhe nëse njeriu afrohet aty për të shikuar, e sheh një perde që është mbi këtë murin e dytë. Do të thënë pastaj brenda atij murit dytë është muri tjetër, pastaj brenda është varri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk ka mundësi njeriu që ti drejtohet varrit për lutje ose për ndonjë lloj të adhurimit. Tani, do thotë nga kjo thon dietarët se varri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në realitet nuk është futur asnjëherë në xhami. Do thotë ka mbetur në dhomën e Aishës. Ajo është dhoma e Aishës radhiyallahu anha, ashtu siç është quajtur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka mbetur në atë formë dhe është izoluar kjo dhomë nga xhamia me 2 mure të tjera. Edhe prandaj vendi për të falur është që e rrethon këtë varr, edhe mirë po,
në realitet nuk është pjesë e xhamisë, wallahu a'lam. Prandaj argumentimi me këta që ta lejojmë tani, nëse i pranojmë të gjitha dhe nëse i largojmë këto përgjigje, edhe themi se është varri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në xhami, kjo veprimi i njerëzve të mëvonshëm nuk mund të anuloj fjalën e mëparshme të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thotë, veprimi i njerëzve nuk është gjykues mbi sheriatin, po sheriati që i gjykon veprimet e njerëzve, wallahu a'lam.